domethënies është ai kodi i cili ta sqaroj situatën për me arrit deri një qëllim i cili konsiderohet se është në disa orë të shoqërisë dhe publikut. Kështu që çdo gjë është e qartë. To e kam sqaruar shumë mirë qartë me elegancë, domethënë juridike në Facebook, po tu është problemi, domethënë problem politik. Kështu që nëse Partia Serbe, unë e ti duhet me ju lut deputetëve me respektu betimin e deputetit, që i bjen me konstitu kuvendin e Kosovës. Kjo e maskara politike. Ma riktheni për pak, po e dëgjoj tash. Profesor, unë kam një shqetësim tjetër për këtij interpretimit politik. Ju keni qenë shumë të shqetësuar nëse lista serbe do të ketë veto për ta bllokuar konstituimin e kuvendit të Kosovës pas çdo zgjedhjeve, pas çdo palë zgjedhjeve. Dhe pyetja ime është, a kemi nevojë dalim e të protestojmë nesër, profesor, se e di që na ke ftuar në protest. Ka qenë ai postimi i jashtëzakonshëm për Atë-Dheun, që unë e kam cituar disa herë këtu në studio. Edhe nëse mund të marrë sjellin regjia, se e kam shumë për qef atë postim. Këtë që po e shohim tash në dalje. Për Atë-Dheun. Po, ma nxini të plot këtë postimin në Kuqëzi që ta lexoj. Durim, qetësi dhe vigjilencë. Ka qenë postim fantastik, profesor. Mbajmë pastaj flakadanët Kuqëzit, që të dyja thirrje për sakrificë. A kemi nevojë të sakrifikohemi pas këtij vendimi apo në rregull jemi me vendimin e Nazmiut edhe të tjerëve? Çdo gjë është rregull, s'kem nevojë me sakrifiku, por unë kam treguar se nëse ndodhe kundër atëherë mund të ka probleme. Edhe kur e kam thënë ata, kam thënë me vetdije, sepse ata që më njohin, unë jam lider i lëvizjes të dënishës, të cilën e kam rrotulluar atëherë situatën në Jugosllavi, edhe së bashku me Jugosllavinë edhe me Titon, edhe ata të tjerë, domethënë që interpretojnë kushtetutën, kategorisë teme që janë, nuk kanë marrë pjesë të situata dhe nuk e njohin shumë këtë problem për atë arsye se nuk kanë qenë as anëtarë të Komisionit për Hartimin e Kushtetutës dhe politikisht nuk kanë qenë të ngritur në këto situata të cilën kanë qenë, që e kanë pasur detyrë kombëtare dhe shtetërore. Dhe jam shumë interesuar që të funksionojë institucioni Parlamenti, i cili është bazik dhe është organ themeltar i Republikës Kosovës, se Republika Kosovës është Republikë parlamentare e qartë, të thonë, dhe në bazë saj derivojnë pastaj edhe qeveria, edhe organet tjera, edhe institucionet tjera vitale të shtetit. Mirë, se ka një koment Fidan Rama, nuk mund të bëse të lë pa bërë, po Fidan. Përshëndetje, profesor. Spari respekt për kontributën të dhënitën në protest, këtë këto që i kemi njohë si merita, por nuk të bën me ekspert kushtetues nëse ke marrë pjesë në të dhënitën. Më kupton, vetëm këtë dështa me sqaruar e para. Se i la pak si e nënvizove si në metodë që këta që janë ekspertë si unë nuk kanë marrë pjesë në të dhënitën, që i ben kanik nga jo. Ko unë shamë s'kam pasë mundësi, të dhënitën se kam lidhë 85, ndoshta i shakon aty. Të dhënitën. Po pikthej me vendimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Fjala për ty e Fidan. Jo, e di. Por në parim fola në pikat përgjithshme nuk i kisha përzi këto dy çështje. Kontributi atje dhe kjo dallojnë. Tash po flasim për një ekspertizë profesionale që jeni i thirrur besoj ta bëni. Kam përshtypjen që e keni lexuar në tërësi aktgjykimin e sotëm apo jo? Jo. S'kam pyetje tjera, Arben. Do pas nevojë. Në rregull. Gjërat e ditura nuk lexohen. Ja, s'kam pyetje tjera, në rregull. Se për cilën pjesë po aludon që nuk realizuar profesori? Dëgjom. Gjërat e ditura. Domethënë, zoti profesor Kryeziu s'po e thot elementin kryesor. Cilin? Në cilin gjykata konstaton që propozimi i minoritetit serb i takon shumicës e deputetëve, shka e precizon, pe thot pika 122 e akt vendimit, në cilën se pas ka lexuar zoti Kryeziu e thot decisivisht që kjo i takon shumicës që më e propozu. E para, e dyta kur kovendi konstituohet është vetëm në një rast. Kur që kjo shumicë nuk propozon kandidat për nënkryetar. Këto janë dy pika që profesori nuk i sqaroi. Jo, profesori tha, nëse ka të drejtën e propozimit, nëse nuk e propozon, kalon tek tjerët. Jo, s'kalon të tjerët. S'kalon të tjerët. Jo, e betonuar. Konstituohet kuvendi. Po, s'ka bllokohet. Po, ushtrimin e të drejtës, ushtrimin e të drejtës efektive.
Asaj që mirë Ka që përshtypjen që kështu e tha dhe profesori. Jo, Po, që se tha kështu, Kështu tha që nëse nuk e propozon, Ja, nuk e voton. vendi vazhdon të jeti konsultues. Po kushtrim. Nuk e merr votat. Nuk e tha kështu. Jo, Nëse nuk i merr votat, tha vazhdojmë Po, me bra, zgjedhjen tha nuk do t'i merr 60 vota. Ja, ja da dikush. Për çfarë prova se pas ka lexu, se pas ka lexu dhe s'është. Në që do thash se kisha përshtypjen që se ka lexu. Është shumë keq s'mina me debatu. Është pa mos se ka Po e thamë se lexuar. unë vetë tha? Jo, tha se e di. Ka ironi, kam përshtypjen. Jo, nuk e tha me rini, përsëriti 3 herë. Gjërat e ditura, tha nuk lexohen. Gjërat e Do të ditura. krye pas ka ditë para se me dol vendimi i gjykatës kushtetuese, cili ka me qenë ai vendim. A para nga 2 javë ka prej me sakit në Tanaun. Profesor, kam përshtypjen që të kesh interpretuar në këtë që nuk e ke lexuar vendimin, apo? Po, unë duhet një përgjigje e këtyre pyetjeve që do të thonë nuk kanë